mos për të vjedhur votën. Siç kemi deklaruar që Sara Mila është kandidate e Suel Qelës, dhe ja ku vërtetua është kandidatja më e votuar në Shqipëri, një njeri që se njeh askush, apo rasti i Arken Ballës në Durrës, i cili 4 vite më parë ka marrë vetëm 2000 vota, sot që ka troplinët është herë 10. Një njeri që rezulton me afro 2.6 milion euro në llogarinë bankare që i pas kam mbledhur me rrogë. Unë nuk e di çfarë rrogë duhet keshit mbledhësh 2.6 milion euro në llogari bankare. Ka disa vendime të Kasit, ka rinumërim për Tiranën, rinumërim për Fierin, pjesërisht rinumërim për Durrësin, Dy Kozazë dhe Diaspora, si e disa kuti. Çfarë prisni ju nga rinumërimi? A prisni ndonjë ndryshim të rezultatit dhe në këtë situatë, me gjithë këto elementë që ju radhisni, çfarë mbetet për tu bërë? Në të gjitha rinumërimet, apo kudo që shikohet edhe një herë proceset zgjedhore, do të ngrihen edhe më shumë prova. Do të marrim edhe më shumë prova dhe fakte. I disponon Partia Demokratike këto? Për te atyre që ka bërë publike deri tani? Ne disponojmë shumë më shumë se ato që kemi bërë publike. Po i verifikoni? Dhe ju garantojmë që ajo kemi çuar të gjithë segmenteve të rëndësishme ndërkombëtare dhe vazhdon një kontakt i fort me të gjitha këto segmente. Sa të ndjeshëm janë ndërkombëtarët ndaj këtyre? Referohen në deklaratës të kryetarit të Komisionit të Jashtëm dhe kryetarit të deleguarve nga Parlamenti Evropian në Shqipëri për vëzhgimin e zgjedhjeve, që deklaroi: në Shqipëri rotacionin politik nuk e lejon krimi organizuar. Ajo çfarë duhet na shqetësojë është që sot Shqipëria është pa diskutim një vend nën regjim. Por duhet ta themi, Edi Ramës i duhen 2 mjete themelore për të mbajtur këtë regjim dhe për të bërë kryer me sukses farsën elektorale. Drejtësia e kapur dhe presionin mbi median dhe shtypin e lirë. Kjo është ajo çfarë deklaron edhe vetë raporti i Parlamentit Evropian që erdhi dje. Erdhi 2 ditë më parë. Vetë ky raport shënjestron mungesën e mediave, lirinë e mediave, mungesën e drejtësisë, pabarazi elektorale, shfrytëzimin e aseteve shtetërore, si dhe lidhjen e krimit me politikën. Kjo është sistemi i cili sjell farsën elektorale. Dhe është po ky sistem që kërkon justifikimin e farsës elektorale me shprehjen që ka qenë gjithë jetën në moton e Partisë Socialiste, fajin e ka Saliu. Vjedh qeveria, fajin e ka opozita. Vjedh Edi Rama, fajin e ka Sali Berisha. Nuk thuhet që çfarë do bëjë drejtësia me gjithë këto denoncime që bëjmë ne, thuhet çfarë do bëjmë ne me denoncime. Ne kemi bërë denoncime, drejtësia të bëjë detyrën, ose drejtësia të largohet. Këta të largohen. Zoti Balliu, do t'i kthejmë pjesës fakteve dhe provave që jep opozita herë